Më thuaj 10 fjalë mbi planetin ishte tema aktivitetit që klubi studentor, kulturë dhe jo vetëm i Departamentit të Romanistikës në bashkëpunim me Aleancën Franceze organizuan një aktivitet në kuadër të pranverës frankofone. Kuadër të pranverës frankofonisë, disa aktor të frankofonisë në Shkodër, siç është Departamenti i Romanistikës, Aleanca Franceze, por edhe klubet studentore, se në të vërtetë sot është aktivitet i tyre, kanë organizuar këtë event me punime nga vetë studentë për 10 fjalët e frankofonisë, e cila është një iniciativë nga Ministria Franceze e Arsimit dhe delegacioni mbi gjuhët në Francë. Është një tematik shumë interesant për mbrojtjen e mjedisit, kështu që besoj që aktivitetet të tilla i ndihmojnë studentët, ndihmojnë komunitetin universitar, por edhe jashtë universitetit për të kontribuar për çështje të përbashkëta. Studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja tregojnë më tepër për këto punime që kanë realizuar. Unë kam përgatitur për veti një video që në vendin e Shirokës, që kam marrë disa video të ndryshme mbi fjalë që kanë kenë, edhe kam bërë një video shumë të shkurt që tregon natyrën tonë edhe se si duhet ne me e mbrojtë. Punimet nga studentët u realizuan përmes gërshetimit të anës didaktike me atë informatike, ku kishin përdorur aplikacione të ndryshme në realizimin e videove dhe këngëve përmes inteligjencës artificiale.